Zhurma është në Tiranë, por Berisha ka bërë valiçe ngati. Në selinë e Partisë Demokratike, kjo e njëjte ishte eshtje, sepse doktori kalon oqeanin, jo për të realizuar ëndrrën amerikane, por pak më poshtë, do dalë xhiro në një vend egzotik, Brazil. Burime pranë Partisë Demokratike i than ABC News se ky udhëtim i Berishës ishte i planifikuar, pasi pranoi ftesën e Aleancës Globale të Qendrës së Djathtë për të marrë pjesë në Forumin e Demokracisë Ndërkombëtare. Kjo lidhet edhe me kërkesën që Berisha bëri pak ditë më parë në SPAK për të mos u paraqitur të premten me 21 nëntor për 21 janarin, por SPAK ja afroi të mërkurën, duke mos i lënë shteg për t'u shmangur. Por nuk ka asnjë sqarim se kur do të kthehet Berisha nga Brazili. I vetmi sqarim është se foltorja e radhës para kryeministrisë e Partisë Demokratike do të jetë të ënën në orën 18. Deri atëherë Berisha do të jetë me pushime në motin e ngrohtë dhe plazhet e Brazilit. Por pikpyetja mbetet, a do të kthehet të ënën doktori për të mbajtur foltoren para kryeministrisë? Pas dështimit të së parës, mungesa kësaj radhe duket e pajustifikuar dhe siç dihet nga Brazili, nuk të kthen dot njeri me forcë, por vetëm me dëshirë.